Adriatik, Adrian Kalaja Këmgull që ka një pyetje. E kam në studio për diskutuar për avokatën e popullit. Patjetër. Adriana, lidhur edhe me doktorin më the? Jo për avokatin e popullit. Keni marrë de facto 64.000 vota. A nuk mund të vinin të paktën një 10% i 64.000 votave të bashkohen, sepse po na duket në publik tani, unë këtë kritikja kam bërë dhe PD-së, po na duket në publik që ato vota i paska marrë ai që ka bërë edhe kompromisin me Edi Ramën. Kjo është pyetja parë, që të mos pengoj pastaj. Pyetja dytë, të hënë pritet foltorja e radhës e Partisë Demokratike aty. Do t'i bashkohesh? Atere, përgjigja ime është shumë e thjeshtë. Unë këtu nuk kam dalë si një parti politike me logo, kam dalë si një qytetar, sigurisht pa u fshehur nga politika, por si një qytetar sepse besoj që bashkimi duhet jetë për te logove, për të arzuar këtë, për të na detyruar të dorëhiqet këtë. Dhe që askush mos krijoj pretekste që jo po logo e ati, jo po partia filan, kështu që të jemi qartë për këtë. 64.000 vota ne kemi marrë të shtrira në gjithë territorin në mënyrë të njëtrajtshme dhe në diasporë. Dhe sigurisht që njerëzit janë të ftuar të marrin pjesë. Jelet për të parë në ditën në vazhdim se sa duhet reagimi gjithë secilit. Në lidhje me ditën e hënë për torin e PD-s, sheshi nuk është imi, nuk është pronë e imja. Sheshi nuk është i askujt. As kjo kaos nuk është e imja, nuk është pronë e imja. Unë besoj që duhet jetë pronë e gjithë kujt, edhe ju e zonja Kalaja, edhe demokratëve të ndershëm, edhe socialistëve të ndershëm, të gjithëve atyre që ky ua ka çuar në majtë mundës dhe ua ka plasur shpirtin, në këtë drejtim, ditën e hënë, unë do të respektoj absolutisht të drejtën e atyre për të protestuar në mënyrën e tyre këtu në shesh, do të qëndroj shumë modestisht në këtë shesh, sepse ne nuk jemi armiq. Madje të gjithë ne që jemi në opozit, jemi për një kaos të përbashkët tashme që është detyrimi i rrëzimit të këtij njeriu që po na shkatron atë. Dakor, po me 11 maj nuk u bashkuat bashk. Se kjo do ta rrëzonte Edi Ramën vota e gjithë opozitës, kështu që ose do kishte një diferencë shumë të vogël, opozita me pozitën. Kështu që jo, në parim jam dakord unë jam dakord në parim, sepse edhe në protestat e 2022 që organizoje, mban mend besojë, unë isha aty sepse unë të paktën deri sot nuk kam munguar në asnjë protest, dhe ndërkohë që ti dhe të gjithë organizatorët iknin do për shtëpia, unë e mban mend besoj, shkoja në çdo komisariat dhe në çdo gjykat që mbroja protestuesit, madje në atë periudhë kam bërë dhe 3 kallëzime penale kundra policisë shtetit dhe ministrit të brendshëm. Kështu që është shumë e mirë ta themi me notori, po është shumë e vështirë ta zbatojmë. Dhe unë respektoj qasjen tënde për të reaguar dhe është gjë shumë e mirë. Çdo njeri që reagon dhe proteston i bën nder këtij vendi. Kaq. Zonja Kalaja, ju keni qenë një protestuese para 3 viteve të protestat e çmimeve, absolutisht po. Keni shkuar dhe në komisariate, është e vërtet, dhe unë jam nga ata që nuk i mohoj kontributet e askujt, edhe kur kam rezerva apo kur dikush më sulmon, apo nuk kam marrëdhënie me atë njeri. Por nga ana tjetër, ne nuk kemi shkuar në shtëpi, kjo është pak po e sigurt, kemi qenë në komisariate, kemi qenë në organizim, se nuk ka si të ishim në shtëpi dhe këtë din ata që kemi shkuar. Gjithsesi nuk është kjo tema. Ajo që unë di të them me përgjegjësi, ju dhe kujdo është, ky vend ka nevojë të dalë masivisht për të imponuar dorëheqjen e një klike që ka marrë peng atë vend. Unë kam rezervat e mia për drejtuesit e Partisë Demokratike, kjo nuk më ndan nga votuesit e Partisë Demokratike, sepse votuesit e Partisë Demokratike, ata që janë të ndershëm, qytetarët e zakonshëm, janë njerëz që kanë të njëjtën kauzë me mua. Por nga ana tjetër, drejtuesit e Partisë Demokratike janë ata që i kanë dhënë Edi Ramës në tavolinë kodin kushtetutin e Meradhe, dhe ky është fakt publik. Dhe për këtë arsye Edi Rama sot rrin pushtet. Po mos ju ka shtyr Erion Velia i të dilni aty për Belinda Ballukun, se në 44 protesta që kam organizuar personalisht ke bashkia, unë nuk e kam parë që të vinit asnjëherë. Të paktën të më ktheni të qokën, që ju ka marrë në protestat tuaja. Po e them për shaka këtë Erion Velia, Belinda Balluk, Edi Rama. Po abuzoj me thashë themin e publikut. Keni gjithë drejtën tuaj, unë po ju përgjigjem. Unë po ju pyes, nuk thash që është e vërtet. Absolutisht dhe unë po përgjigjem, nuk po shmangem. Erion Velia,
Jelinda Bauku, Edi Rama janë pjesë e të njëjtit ekip që i ka shkaktuar këtij vendi. Atëherë pse nuk erdhët ke 44 protestat që bëm tek Bashkia Tiranë? Opozita ishte në mbështetje se keni qenë dikur pjesë e aleancës dhe protestat ke Bashkia i thris aleanca për mbrojtjen e teatrit. Atëherë pse munguat në protestën që ja zhvilluar për 44 javë para Bashkisë, kaq që thjesht? E vërteta e madhe është që protestat për para Bashkisë Tiranë, ja të lutem tani. Sepse po flitet për parime moral tash. Protestat për para Bashkisë Tiranë i ka realizuar Partia Demokratike. Jo, e jeni shumë gabim. E keni informacioni shumë gabim. Unë refuzoj se kam 32 kallëzime nga policia për protestat para Bashkisë. I kam çuar unë. Adriana. Jo. Tani ti po i kërkon... Partia Demokratike po, i kam mbështet ato protestat, të lutem, ti mendon që ti ju keni humbur nga lapa e? Jo, fare, unë them se... Po ju keni humbur, Adriana, po ju keni humbur nga koka juaj. Jo, absolutisht. Po ju keni humbur nga koka juaj, po si dhe ka lapa... Ja, shtojni ato 60 mi votat lapa, ju prapë shkoni për lesh. Kenon Velia, jo shpasë... Po le, tani do ma prishish bisedën mua këtu. Jo, fare, unë kam thirë për çështje tjetër, i bërejnë pyetje u përgjigje. Unë po nxjerr ca fakte. Po lere tani do më prish me emisionin mua. Foto merë në pyetje, lapa i ka thu me ndonë ka dalë vetë aty. Ti thua pëse s'dole... Unë i thash respekte për atë që po bënë. Po nuk do për atë dalë. Dakor. Unë nxjerrë popullata tani aty. Po, ja, më mirë. Në morem qaf. Më mirë se ngrofen. Në nxjerrë dhe popullatën brava, tani të lutem shumë. Tani e fundit që kam unë, zoti, dobej se do isha fillon dhe votimi aty që zgjidhet avokati i popullit. Tani, qëfar ju thoni qytetarëve që janë indiferentë, se në fakt kanë filluar të bëhen shumë indiferentë? Dhe ka leja tha një pyetje që ishte interesante. Ju morë 60.000 vota, kjo nuk do thotë dalin aty 60.000 njerëzore, që dhe 10. Por, emri partisë suaj Shqipëria bëhet, ju vazhdoni të qëndroni kësa ideje që Shqipëria bëhet vërtet? Jo që pyetja juaj. Nisma Shqipëria bëhet. Mendoni që mund të bëhet vërtet? Jo, që të na qetësosh pak. Lëvizja Shqipëria bëhet, më dëgjohet e po të përgjigjem. Lëvizja Shqipëria bëhet, në të gjendet e kaluara. Të lutem se dëgjohet, nuk ka kakofoni. Ka marrë, më dëgjohet, ka marrë 80.000 vota, nga të cilat 16.000 kanë dalë të pavlefshme, 64.000 të vlefshme. Dhe ne besojmë fort që përtej çdo makinacioni këtij pushteti Shqipëria do bëhet shumë shpejt një vend normal. Shqipëria nuk mund të dalë nga rruga e saj drejt vlerave europiane dhe të jesh i bindur që ky vend bëhet.